Prurjet e lumit Vjosa kanë shënuar rënje gjatë natës duke dhënë shpresë për mos përkeqësim të mëtejshëm të situatës së përmbytjeve. Aktualisht, prurjet e ujit janë ulur dhe niveli i ujit të Ura e Mifolit është 8.4 metra. Prurjet nga Memalia dhe Përmeti janë gjithashtu më të pakta. Megjithatë, situata mbetet problematike në zonën e Bishanit, ku nën kalimi vijon të jetë mbuluar nga rreth 2 metra ujë, duke e bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Jemi të bllokuar, nuk kemi të lëvizim. Nuk lëvizim dot. Nuk lëvizim dot. Janë 11 shtëpi komplet ajo e para aty. Tani do merrim një dy katë varrezat. Tani që i kontrollojmë se nuk venim dot ne. Sfutesh. Është futur komplet ajo e para këtu. Është komplet në ujë. Njerëzit janë larguar në ujë. Janë sistemuar, ushqim kanë nxjerr lopët. S'kan ushqim, i kanë nxjerr lopët ata. Si pasojë e përmbytjeve, uji ka deportuar në rreth 20 banesa në Bishan, kryesisht në ambientet e jashtme të tyre, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësim për banorët. Po ashtu dhe në disa zona periferike argjinatura është dëmtuar dhe uji po deporton në toka. Problem mbetet uji në oborret e banesave dhe në fshatrat Mifol dhe Fitore, por edhe në qendrën e njësisë Novosel. Ndërkohë janë evakuar me forcë 2 të moshuar që refuzonin të iknin nga shtëpia pranurës së Mifolit. Po ashtu janë shpëtuar 200 krerë bagëti nga fshati Bishan dhe Novosel. Në anën e Fierit, 75 banesa brenda dhe jashtë argjinaturës janë në pushtetin e ujit në fshatin Ferras. Mes ujit e Baltës, banorët rrëfejnë momentet e vërshimit të ujit, situatë që i ka gjetur tërësisht të papërgatitur. Erdhi me rëndes të madhe. Jemi kthyer kështu në një kuzhinë të vjetër andaj tërnatë. Më mbytëm. Vajti ujtë, më tepër nga 1 metër, brenda në obor, pastaj mori sheshin brenda. Keq sa s'ka kur vejme, çdo gjë e përmbytur. Brenda dhomat, jashtë çdo gjë e mbytur, që na shpendët e zajreja e baktis është në ujë, 2 net në makinë. 7 shtëpi janë mbytur andaj prapë. Dhe andaj ata pati Pavarësisht se uji arriti mbi 1 metër, banorët nuk u larguan nga banesat, me shpresën për të shpëtuar ç'tëmundin dhe për të mos lënë vetëm bagëtit. Tash do thuash ti për të ikur mund të lëvizësh, po është baktia aty lart, ajo nuk rri vetëm. Makinat lëvizin tutje atu dhe je i detyruar shmang. Mëngjesin e kësaj të premte, komisionet e verifikimit të dëmeve kanë dalë në terren për të parë situatën.